Tradita më e vjetër dhe më shkatruese në Partinë Demokratike, që është kthyer në mekanizmin kryesor për karrierë brenda saj, është ajo që ti gjendesh në ditë të vështira Sali Berishës. Ka qenë kështu që nga viti 1992, kur Berisha u përball për herë të parë me kritikët e tij, Gramoz Pashkon, Preç Zogajn, Arben Imamin e Neritan Cekën, ata që u gjendën në krah u shpërblyen menjëherë. U bën ministra, drejtues institucionesh dhe morën postet kyçe në PD. Pasi morën gjithë pushtetin që kishin ndëruar, duke mbrojtur Berishën nga armiqtë e brondshëm, të cilët sipas tij ishin futur nga Ramiz Alia, pas disa vitesh kuptuan se kishin mbrojtur një monster politik dhe pak nga pak të gjithë filluan të përballeshin me të. I pari ishte Eduard Selami, që e vuri Berishën në pozitë të vështirë pas humbjes së referendumit për kushtetutën, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe bashkimin e postit të kryeministrit me atë të kryetarit të PD-s. Sërish, në atë kohë, dolën ata që i dolën zot Berishës në ditë të vështira, Forumi Rinor i PD-s. Edhe ata më pas u integrua në grupin parlamentar të vitit 1996 dhe në kryesinë e PD-s. Pastaj erdhën trazirat e vitit 1997 dhe shumica e qeverisë së Berishës, ku spikasin pikërisht ata që e kishin mbështetur më fort në 1992, u kthyen kundër tij. Berisha mbeti me një grush njerëzish. Pollu dhe Azem Hajdari, të rikthyer në PD, ishin të vetmit që e shoqëronin, duke udhëtuar në të njëjtën vetur, por duke u ndëruar si ta hiqnin qafe njëri tjetrin, dhe të dy bashk, Berishën. Në fund, lojën e fitoi Berisha. Më 1998 hoqi qafe Azemin dhe më 1999 Pollon. Ata që u gjendën pranë në ato momente të vështira ishin disa nga figurat e vjetra të mbetura në PD, si Skalioni II dhe disa të rinj si Topi, Mustafaj apo Ngjela, që ju afruan si intelektualët e rinj. Edhe këta i përfshiun në betejë me njëri tjetrin, duke i hequr qafe brenda një dekade, dhe me 2005-ën u mbështet tek brezi i ri i Kopit, rojet politike të vajzës së tij në PD. Mes tyre shkëlqeu Lulzim Basha, të cilit vendosi t'i jepte gjithçka. Pas një qeverisjeje problematike 8 vjeçare, tërësisht nën kontrollin e djalit e vajzës së tij, shokët e tyre morën pushtetin duke përzënë të gjithë ata që dikur i kishin dalë zot Berishës. Kur humbi më 2013-ën, Berisha ishte i qetë, sepse partinë ua kishte lënë fëmijëve me një përfaqësues besnik si Lulzim Basha. Ai nuk u mërzit asnjëherë që Basha humbiste rregullisht më 2015, 2017, 2019 dhe 2021. Të gjitha humbjet e Bashës i justifikoi, i mbrojti, madje i quajti heroizëm të një politikani me perspektivë. Mjaftoi shpallja e tij non grata nga SBA që Basha të detyrojë të zgjidhte midis SBA-ve dhe Berishës, dhe zgjodhi SBA-t. Atëre Berisha i vërsuli kthethrat mbi pronën e tij, Partinë Demokratike. Ata që u gjendën pranë në atë moment të vështirë ishin sërish Forumi Rinor i PD-s me në krye Këlliçin dhe gardistët e përhershëm të opozitës, Noka, Vokshi e Paloka. Pasi mori vulën dhe siglën e PD-s, Berisha humbi zgjedhjet e 2023 dhe 2025 pa Bashën. Tani, të gjitha akuzat që ja kishte bërë Bashës bien mbi fytyrën e tij, por ai nuk mërzitet, sepse në kokën e tij PD-ja është ende gjallë. Sot, ata që i dolën zot në ditët e vështira të vitit 2021 si Këlliçi, Xhaferi e të tjerë, thjesht po i kujtojnë se kur i dolën zot vendosën disa rregulla që duhen respektuar. Kaq ka mjaftuar që gjithë njerëzit periferik të PD-s të ngrihen, të kërkojnë linçimin e tyre dhe të dalin përsëri në mbrojtje të Berishës, që mos ta lvizë askush kolltukun. Në Partinë Demokratike nuk është problem humbja e zgjedhjeve apo pa aftësia për të fituar me Berishën. Problemi është frika se mos dikush kërkon ta largojë Berishën. Ndaj kryetari FRPD-s, Besart Xhaferi do të ketë telashe. Situata është aq serioze sa Berisha u detyrua t'ia bënte të qartë publikisht se nuk do të respektojë nenin Basha që vetë futi në statut. Nen që përcakton se nëse kryetari humbet zgjedhjet, duhet të jap dorëheqje, edhe nëse pretendon se ato janë manipuluar. Pra në PD nuk po ndodh asgjë e re. Është përsëritja e pafund të njëjtit cikël. Njerëzit që kanë dalë zot Berishës në një betejë të mëparshme, kthehen në viktima të tij dhe në vend të tyre dalin dalzot të rinj. Në gjithë këtë histori duket sikur fiton gjithmonë Berisha, sepse ai mbetet aty dhe të tjerët ikin. Por në fakt, fitimtarët e vetëm janë ata që ikin prej tij.
ata që shpëtojnë nga ajo qëndrimi politike dhe e lënë të vetmuar në ditët e përjetshme të vështira që ai vetë i krijon. Kur të mos i mbeten askush, do të gjendet gjithmonë ndonjë nga qeveria që të qëndrojë pranë, që të mos duket vetëm. Mos u shqetësoni për fatin e tij. Atë nuk e lë pushteti as të vdesi, as të iki, por kushdo që ikën shpëton veten, sepse PD-n nuk mund ta shpëtojë dot nga Berisha. Prandaj merreni lehtë, nuk po humbisni ndonjë gjë me vlerë, po humbisni Sali Berishën dhe kur ta humbisni, do kuptoni më fund çfarë keni fituar.